Komuna e Ferizajt ka shënuar sot ditën e mësuesit me manifestimin qendror që është mbajtur në teatrin e qytetit Adriana Abdullahu. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit Afrim Llabjani ka bërë një kronologji të arsimit shqip, të frymzuar nga rilindasit e fundshekulit 19 dhe fillim shekullit 20 në mbar trevat shqiptare. Duke lidhur rastisjen e ditës së mësuesit me epopenë e familjes Jashari në Prekaz, Llabjani ka thënë se lufta e shqiptarëve për arsim ishte pjesë e luftës mbarkombëtare për liri e pavarësi. 7 marsi, dita e mësuesit në historinë tonë të pak dekadave më parë, ka sfondin e përgjithshëm të përpjekjeve tona për liri. Këto ditë, çdo shqiptar, anë këmbë dera në përkullet para sakrificës sublime të familjes emblematike të lirisë së Kosovës, familjes Jashari, prirë nga komandanti legjendar Adem Jashari, duke shënuar kështu epopenë e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dita e mësuesit shënon 7 marsin e vitit 1887, kur në Korçë do të hapej shkolla e parë shqipe. Llabjani ka thënë se dëshmorët dhe viktimat e luftës ranë për lirinë e kombit dhe për shkronjat shqipe, duke u përjetësuar me lavdinë e tyre për gjuhën shqipe dhe shtetet shqiptare që dalën prej luftave për liri. Falenderim e mirënjohje veteranëve të arsimit, drejtuesve arsimor, mësimdhënësve në detyrë, personelit arsimor që pa kursim çdo ditë jetësojnë ëndrrën e rilindasve, ëndrrën për arsimin shqip të begat e prosperues. Janë falenderuar veteranët, mësimdhënësit në detyrë dhe personeli i arsimit Ferizajas. Në fund me mirënjohje u nderuan mësimdhënësit në pension, si dhe është shfaqur një program kulturor artistik.